Një kompani farmaceutike që ndodhet përgjatë autostradës Tiranë-Durrës ka qenë objekt një sulmi me breshëri plumbash gjatë natës, ku një automjet ka qelluar në drejtim të fasadës së ndërtesës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit dhe për arsye të paqarta është raportuar me vonesë nga ana e autoriteteve në orën 8 të mëngjesit. Sipas hetimeve të para, nuk ka pasur viktima apo të lënduar, por ka pasur dëme materiale të konsiderueshme në fasadën e ndërtesës me 30 shenja plumbash që janë regjistruar në katët e sipërme të saj. Dy persona dyshohen se janë përfshirë në këtë sulm, njëri që ka qelluar me armë dhe tjetri që ka pasur rolin e shoferit, duke përdorur një automjet të lëvizshëm gjatë aktit të krimit. Pas sulmit, autorët janë larguar në drejtim të Vorrës dhe janë kapur nga kamerat e sigurisë, të cilat janë sekuestruar për të ndihmuar hetimet. Për të zbardhur ngjarjen dhe identifikuar autorët, një grup hetimor i ngritur nga prokuria e Tiranës ka nisur mbledhjen e provave dhe dëshmive. Hetimet janë ende në zhvillim e sipër dhe autoritetet janë angazhuar për të ndjekur çdo pistë të mundshme, ndërsa punojësit e sigurisë dhe drejtuesit e kompanisë janë marrë në pyetje për të ndihmuar në hetimet e mëtejshme. Aktualisht është ende e paqartë se cilat motive mund të kenë qëndruar pas këtij sulmi dhe në çfarë konteksti është realizuar ai.